Free Albani. Në vitin 2013, Shqipëria mori një vendim që do të tërhiqte vëmendjen e gjithë botës. Qindra anëtar të një organizate anti-iraniane, e cila në vitet 80 kishte rol në terrorin rrugor të më shumë se 17.000 qytetarëve të pafajshëm në Teheran dhe qytete të tjera të Iranit, filluan të mbërrinë në vend pas viteve të gjata kampet në Irak. Me mbështetjen e Shtetit Bashkuara dhe organizatave ndërkombëtare, ata u vendosën gradualisht drejt Shqipërisë. Nga viti 2013 deri në vitin 2016, rreth 3.000 persona u sistemuan në Tiranë dhe zonat të tjera, duke jetuar fillimisht në banesa me qera, të shpërndarë dhe pa asnjë bazë të përhershme. Por kjo ishte vetëm faza e parë. Pas stabilizimit të tyre në vend, organizata nisi një plan më të madh, krijimin e një qendre të përqendruar larg syve të publikut. Rreth viteve 2016-2017 në zonën e Manzës, disa kilometra larg Durrësit, u sigurua një sipërfaqe e madhe toke. Sipas raportimeve mediatike, kjo tokë u ble nga vetë organizata, megjithëse detajet e plota të transaksionit nuk u bën kurrë publike. I am personally impressed. Menjëherë pas kësaj filloi ndërtimi. Brenda një kohe relativisht të shkurtër në atë zonë u ngrit një kompleks i mbyllur, godina banimi, struktura organizative dhe një sistem i kontrolluar sigurie. Në vitin 2018, kampi u bë funksional në tokën shqiptare. Sipas Raport TV, Report Televizion ka mësuar se në një sipërfaqe toke për disa hektarësh, e cila është blerë nga mujahidinët iranian, po ndërtohet kampi ku ka nisur të strehohen familjet e para. Megjithatë, një pyetje mbetet ende pa përgjigje të qartë. Kush e financoi plotësisht këtë projekt dhe në një shkallë më të gjerë, kush qëndron pas financimit të tij? Një prej këtyre është Sheldon Adelson. Adelson ishte donatori më i madh financiar i Partisë Republikane dhe organizator si Fondacioni për Mbrojtjen e Demokracive. Ai dha përparësi të madhe izolimit të Iranit dhe mbrojtjes së Izraelit. John Bolton. Adelson ishte një nga influencuesit kryesor për emërtimin e Boltonit si këshilltar i sigurisë kombëtare nën Donald Trump. Bolton ka një histori dekadash lidhjesh dhe fjalimesh në tubimet e Mekut. Rudy Giuliani, Adelson mbështeti karrierën politike të Giulianit. Në fillim, madje duke i dhënë me qira avionin e tij privat për udhime fushate. Giuliani referua hapur Mekut si njerëzit e mi dhe loboi në mënyrë aktive për të hequr ata nga lista e organizatave të huaja terroriste të SHBAS. You're the vision for the future. You are the vision for the future of Iran. Në një deklaratë e fortë nga ish agenti CIA John Kirkou, ka rikthyer në vëmendje aktivitetin e organizatës MEK, një pjesë e së cilës është strehuar për vitesh në Shqipëri. Në një intervistë me gazetarin Tucker Carlson, Kirkou ka bërë akuza të rënda ndaj Mekut, duke pretenduar se qendra e qarqeve të inteligjencës kjo organizat konsiderohet si e përfshirë në operacione të dhunshme dhe se, sipas tij, mund të financohet nga aktorë të huaj si Izraeli. They're murderous. They are used basically as assassins for hire, but the MEK is taking money from Israel. Yes, lots of money. Dhe ndoshta pikërisht kjo bën tokën e këtij kampi të lidhur me procesin Gaza në Shqipëri. Apo blie toka në Shqipëri në formë të fshehtë jashtë vendimit të parlamentit apo ligjit shqiptar? Mirëpo, si po vazhdon procesi në Gaza, për të cilën shqiptarët janë ngritur kundër dhe po përdesojnë këtë ditë. Po vazhdon me Zvërnecin. Sipas një diskutimi të kryeministit Edi Rama me banorët e Zvërnecit, delse është gjykata ajo që vendos se e kujt është prona dhe jo qeveria shqiptare. Se fjalët kanë peshë të madhe, nuk thon kot gjua kocka s'ka po kocka thyen, kështu që unë jam shumë i kujdesshëm me fjalën dhe unë kam thënë që prona është e kthyer den Babaden. Është kthyer shumë vite më parë, nuk është kthyer nga kjo qeveri, ose më saktë se qeveria s'kthen prona, por nuk është kthyer nga në këtë periudhë të kësaj qeverie, është kthyer den Babaden. Si dhe pronat e kthyer janë prona që janë të trashëguara. Kështu funksionon ligji. Kthehen pronat e trashëguara me ligj. Pastaj, a ka kthime gabuara ose të padrejta?
me siguri ka plot, nuk diskutohet, por këtë nuk e vendos unë, këtë nuk e vendos qeveria, këtë nuk e vendos hipoteka, këtë nuk e vendos asnjë agjenci që merret me zhvillimin e pronës, këtë nuk e vendosin noterët kur noterizojnë kalimin nga një prone nga njëri te një tjetër, këtë e vendos vetëm gjykata. Apo. Kështu që ndjes nëse je ndjer i lënduar, po s'më ke kuptuar si duhet, sepse unë nuk përfaqësoj pronarët. Për dijenin tuaj, unë nuk e kam takuar kurrë asnjë nga pronarët që përfliten, si ose që janë pronarë dhe përfliten që s'janë pronarë, asnjë. Nuk kam iden fare, hiç fare për çfarë marrëveshje kanë bërë investitorët me pronarët, është një çështje private. Po kush janë investitorët? Investitorët janë Muhammad Muataz Al-Hayat, Ramiz Al-Hayat që sipas The New York Times, Muhammad Al-Hayat ka bërë një hap përpara. Ai tha se kishte planifikuar të propozonte një resort me markën Trump. Në vazhdim, kryeministri në takimin me banorët tha: Dhe nëse ju ktheni në kohë kur ka dalë për herë të parë shpreha e interesit nga ana e familjes së presidentit të Shtetet Bashkuara për Shqipërinë dhe kur është folur për Sazanin dhe për Zvërnecin, unë e kam thënë shumë qartë që në atë kohë Sazani është një çështje e qeverisë shqiptare, për sa i takon marrëveshjes dhe për sa i takon mënyrës se si do të shkohet në ripamja e marrëveshjes, ndërsa pjesa përballë Sazanit është një çështje private. Pronar është privat. Dhe pronarët privat merren vesh privatisht. An unbelievable, beautiful 1,400-hectare private island in the middle of the Mediterranean. We were on a friend's boat and we stopped for a swim. Effectively, that's how we found it. We swam to the islands. We went on a hike, barefoot all the way up to the top, and we were just captivated. And it stayed with us ever since. And over the course of many years, we developed the opportunity to help realize its potential and transform it. Kështu që Shqipëria shitet apo nuk shitet kur vjen puna tek pronat private, këtë vendosin pronarët, nuk e vendosin as qeverit, nuk e vendosin as protestues. Dhe për sa kohë ajo tokë është një tokë e bler nga investitorët, ajo është tokë e investitorëve. Mirë, po pse në rrjetet sociale flitet shumë për Gazat të dytë? Mjafton të shohësh këtë krahasim. A është Shqipëria Palestinë e radhës? Në fund të shekullit të 19, një tokë e lashtë në linjën e mesme u shndërrua në një qendër të një prej konflikteve më të ndërlikuara të historisë moderne. Palestina në atë kohë ishte pjesë e Perandërisë Osmane dhe kryesisht banohej nga arab musliman dhe të krishterë, krahas komuniteteve të vogla hebre. Në të njëjtën kohë, lëvizja e sionizmit u formua me synimin e krijimit të një ateu kombëtar për hebrejt. Në të kundërt, në të shekullin e 20, një tokë e lashtë në Ballkan u shndërrua në qendër të mosmarrëveshjeve dhe konfliktet të sotme. Shqipëria, të cilën disa e konsiderojnë pjesë të perandërisë amerikane, kryesisht është vendbanimi i shqiptarëve musliman, të krishterë dhe komunitete të tjera. Në këtë mes u formua një lëvizje e përbërë nga investitorë të huaj, investitorë që, duke bler tokën në Shqipëri, ndikojnë në strukturën e pronësisë dhe në të ardhmen e këtij vendi. Por, a është ajo që po ndodh sot në Shqipëri vetëm një grup investimesh dhe transaksionesh
pronësore, apo mund të ketë një ngjashmëri me një nga zhvillimet më të debatueshme të historisë bashkëkohore. Për të përgjigjur kësaj pyetje, le të hedhim një vështrim mbi dy rrëfime, një nga Palestina, më shumë se një shekull më parë, dhe tjetri nga Shqipëria e sotme. Një rrëfim për blerjen e tokës, ndikimi politik, reagime shoqërore dhe një pyetje që ende mbetet pa përgjigje. A mundet historia të përsëritet? Këtë herë diku tjetër, së pari marrja e tokës me një mënyrë në dukje ligjore. Në fund të shekullit të 19, lëvizja e sionizmit filloi mbledhjen e tokave në Palestinë, si një nga mjetët kryesore për realizimin e qëllimeve të saj. Këto blerje kryesisht kryheshin përmes organizatave financiare dhe institucioneve që ishin krijuar për sigurimin e tokës dhe vendosjen e migrantëve hebrej. Një pjesë e konsiderueshme e këtyre tokave u ble nga pronarët të mëdhenj dhe feudal, të cilët në shumë raste jetonin jashtë Palestinës. Në të njëjtën kohë, qeveria e mandatit britanik, duke dhënë një pjesë të tokave shtetërore, krijoi kushte për zgjerimin e këtij procesi. Por në nivel shoqëror, shumë bujq që kishin punuar për vite në këto toka nuk kishin pronar zyrtar të tyre dhe me ndryshimin e pronësisë humbën pozicionin e tyre. Si rezultat, një proces që kishte filluar me blerje ligjore të tokës u shndërrua në një nga faktorët kryesorë të tensioneve të mëvonshme në Palestinë. Ndërsa në Shqipëri gjithashtu nga viti 2013 deri në vitin 2026 u formua një proces i gjerë i blerjes së tokave nga aktorët dhe investitorët të huaj. Këto blerje, si shumë transaksione të tjera përësore, u kryen në kuadër të pronësisë private, ku vendimi përfundimtar për shitjen e tokës e marrin pronarët, jo qeveria dhe as protestuesi. Në këtë mes, organizata MEC dhe kompania Power International Holding ishin ndër grupet që blen toka në Shqipëri. Në të njëjtën kohë, familja Trump dhe disa figura dhe ndikues amerikanë dhe izraelit u lidhen me projekte investimi dhe zhvillimin e këtë vend. Qeveria e Shqipërisë ka mbështetur këtë proces dhe Edi Rama, kryeministri i këtij vendi, ka theksuar se toka e blerë në mënyrë ligjore i përket investitorëve dhe qeveria nuk ndërhyn në marrëveshjen mes shitësit dhe blerës. Por si shumë në raste historike, pyetja kryesore shkon përtej lishmërisë të transaksioneve, se cilat do të jenë pasojat afatgjate të këtyre ndryshimeve të pronësisë për të ardhmen e Shqipërisë. Së dyti marrëveshjet. Pas vitit 1917 dhe shpalljes së deklaratës së Balforit, Palestina u vendosën në administrimin e Britanisë. Britania mbështeti krijimin e një ateu kombëtar hebre dhe krijoi bazë politike për zgjerimin e këtij projekti. Si rezultat, procesi i blerjes së tokave dhe migrimi i hebrejve u përshpejtua. Gradualisht, zonat e banimit të hebrejve u zgjeruan dhe struktura demografike e ndryshoi rajonin. Në të njëjtën kohë, shqetësimi dhe kundërshtimi në mesin e popullsisë arabe u rritën dhe tensioni midis dy palëve hyri në një fazë të re. Ndërsa në Shqipëri, më shumë se një shekull më vonë në Shqipëri, gjithashtu projekte mëdha të investimit u përballën me mbështetje politike nga qeveria. Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, ka theksuar disa herë se investimet duhet të vazhdojnë dhe protestat nuk duhet të pengojnë zbatimin e projekteve ekonomike. Pastaj mos ki merakti se çështja e investimit është çështje që nuk e përcaktojnë protestat dhe nuk e përcaktojnë ata që dalin në rrugë dhe thonë do vendosim ne se ne jemi populli. Si populli? Si po ata që votojnë që nuk janë populli ato? Jo 5.000 veta. Jo 5.000. Po 500.000 të dalin në shesh. A gjithashtu deklaroi se për çështjen e pronësisë së tokave, qeveria vepron sipas ligjit dhe institucionet gjyqësore ndjekin rrugën e tyre. Në të njëjtën kohë, shqetësimi për të ardhmen e këtyre tokave dhe fatin e pronësisë së tyre u rritën. Dhe u ngër pyetje se kush do të jenë pronarë përfundimtarë të këtyre projekteve dhe tokave, populli i Shqipërisë apo pronarët e rinj të kapitalit. Së treti, fillimi i pushtimit. Në dekatat 1920-1930 me zgjerimin e blerjes së tokave, rritjen e emigrimit hebre dhe mbështetjen politike të Britanisë, protestat dhe përplasjet në Palestinë filluan. Gradualisht, ndarja mes vendeve të vendosurve u thellua. Për lëvizjen sioniste, ky proces ishte pjesë e projektit për krijimin e një ateu kombëtar hebre, por shumë palestinezë shihnin atë jo si një lloj emigrimi të zakonshëm, por si fillimin e një projekti kolonial dhe pushtimin e tokës së tyre.
Ata besonin se ndryshimi gradual I pronësisë së tokës, përbërjes demografike dhe strukturës politike të Palestinës në fund do të çonte në humbjen e kontrollit të tyre mbi tokë. Dhe kështu, dy rrëfimet krejtësisht të ndryshme për të ardhmen e Palestinës u vendosën përballë njëra tjetrës, një rrëfim I pronarëve dhe një rrëfim I pushtimit. Dhe tani në Shqipëri. Në vitin 2026, protestat kundër projekteve zhvillimore në zonën e Zvërnesit u shndërruan në një nga tubime më të mëdha protestuese të viteve të fundit. Qindra mijëra njerëz dolën në rrugë dhe shprehën kundërshtimin e tyre ndaj procesit të dhënies së tokave dhe projekteve të investimit. Tensionet u rritën kur roje dhe një kompanie private siguria përdori forcë dhe spray piper kundër protestuesve. Ky incident shkaktoi një valë protestash në Tiranë dhe në qytete të tjera të Shqipërisë. Pas këtyre përplasjeve, disa forca siguri u arrestuan dhe drejtori I policisë së qytetit të Vlorës u pezulluan nga detyra. Dhe edhe një herë u ngrit pyetja se kush do të përcaktojë të ardhmen e një vendi, banorët e tij apo zotëruesit e kapitalit. Historia e Palestinës vazhdon ende, një histori ku ligji politika, emigrimi, konflikti, lufta identiteti dhe pushtimi janë të ndërthurura me njëra tjetrën. Dhe më shumë se një shekull pas fillimit të atyre zhvillimeve, ende ekzistojnë mosmarrëveshje për tokën, pronësinë dhe të drejtën për vetvendosje. Historia e Shqipërisë gjithashtu është ende duke u shkruar. Një vend ku sot debatën mbi shitjen e tokave, investimet të huaja pronësisë, identitetet dhe të ardhmen e vendit bëhen çdo ditë më të theksuara. Por, pyetja kryesore është kjo: a është ajo që po ndodh sot në Shqipëri vetëm një seri transaksionesh ligjore dhe projektesh investimi, apo mund të jetë fillimi një procesi që në të ardhmen do të ketë pasojë për te ekonomisë dhe pronës së tokës? Dhe nëse historia na ka mësuar diçka, ndoshta është kjo: disa procese fillojnë me një kontratë shitblerje, por përfundojnë duke ndryshuar fatin e një vendi.